Me ardhjen e ditëve të ngrohta, është rritur edhe dëshira për të shijuar sa më shumë gjelbrimin dhe bukuritë e natyrës, por ky fakt ka rritur edhe rrezikun e pickimit të insekteve, veçanërisht bletëve dhe grerëzave. Edhe pse shumica e pickimeve përfundojnë me dhimbje të lehtë dhe skuqje lokale, për disa persona ato mund të jenë fatale, siç ndodhi gjatë ditës së djeshme, ku si pasojë e pickimit të bletës, nga një reakcion i fortë alergjik humbi jetën një i ri nga kalishti i Gostivarit. Pickimi nga bleta apo grerëza është një përvojë e pakëndshme që shpesh shkakton dhembje të mprehtë, kruarje, skuqje dhe ëndje në vendin e pickimit. Megjithatë, njohja e hapave të duhur për ndihmën e parë mund të ndihmojë në zbutjen e simptomave dhe parandalimin e komplikimeve të mëtejshme. Nëse jeni alergjik ndaj pickimeve të insekteve, reagimi mund të jetë i menjëhershëm dhe potencialisht i rrezikshëm për jetën, kështu njofton Dr. Ratko Naumovski, udhëheqës i repartit infektiv në Spitalin e Gostivarit. Ova vreme je vreme na poviše šatame po priroda i najčesto se ukrcavanjet od pčeli, od osi. Kjo është periudha që më së shumti kalojmë kohë në natyrë dhe shpeshtohen rastet e pickimit nga bletët, grerëzat, riçërat dhe insektet e tjera. Dhe shpeshtohen rastet e pickimit nga bletët, grerëzat, riçërat dhe insektet tjera. Bletët njihen për vetitë shumëta pozitive, por për një grup njerëzish që janë alergjik, mund të jenë fatale. Pra format e lehta janë të njohura për të gjithë, ndërsa rastet më të rënda janë ato që rrezikojnë jetën, sepse shpesh përfundojnë me fatalitet. Simptomat që duhet të na shqetësojnë janë vështirësi në frymëmarrje, fryrje të gjuhës ose fytit që pamundson frymëmarrjen, rakje të shpejta të zemrës, marramendje apo humbjeve të dijes. Në këto raste duhet menjëherë të kërkoni ndihmë mjekësore, ku ne pastaj veprojmë menjëherë me terapi kundër alergjisë, sqaron mjeku. E sa kohë ka individi nga momenti i pickimit për të arritur në spital, mjeku thotë se kjo ndryshon nga pacienti në pacient. Te dikush reaksioni është i shpejtë, te dikush më i ngadalshëm që të jep kohë për veprim. Rreziku qëndron tek ata që nuk e dinë se janë alergjik ndaj pickimit të bletës dhe momenti i parë që mund të përballen me një përvojë të tillë mund të jetë fatale. Ajo që duhet ta dinë të gjithë është se nëse një herë je alergjik, gjithnjë do të jesh, shton mjeku. Ka terapi medikamentale që ndihmon në zbutjen e simptomave derisa pacienti të arrijë në spital, por tek rastet e rënda alergjike, sugjerojmë injeksionet që parandalojnë infeksionin me qëllim që të evitojmë të gjitha mundësitë e rrezikut. Këta persona, injeksionet duhet t'i mbajnë me vete gjithnjë, sidomos kur dalin në natyrë, me disa sugjerime paraprak nga mjeku se si dhe ku duhet t'i aplikojnë injeksionet, shton mjeku. Ai porosit se edhe në rastet kur nuk ka reagim alergjik të përgjithshëm, duhet të vëzhgoni simptomat për 24 orët e para, sepse në raste të rralla mund të shfaqen simptoma të vonuara të alergjisë. Nëse ndjeni përkeqësim si temperatura apo skuqje të përhapur, kërkoni ndihmë mjekësore.